ne do dalim prapë. Dhe këtë ashtë të pru. Atë që gjanë tjetë, 5 minuta protest, me ka shirëp sa jena, do s'kam dalë me marë për shpijet me zërë. Ka sa jena, mina me ashtru që të pru. Nuk ka punas politika, as dresë, as birë, 500 metra rrugja. Vinë kamionat të mdhej, vinë këta, vinë aje pa e prishin për i herë. Hikim natë, vinë me pas në i spunin, në i gjanë nuk vje as tangu me kalum këtë rrugë. Ka sa mocit, kemi sa ma shpejt me ashtru, do dalim prapë në protest. Ideja kryesore e kësaj punë është kjo që institucionet s'dur me ditë se jetojmë as jetojmë me këtu. Edhe kjo bo bashkë tash. Në mënyrën e tjetër, unë gjykoj që është sensibilizuar gjithë opinioni, jo. Por autoriteti rrugor që ka përgjegjësinë drejt për drejt, domethënë me nën kontaktuesin se kush mund të jetë nuk e di jashtë. Ata se vjen ujë në xherrë. Tash ne presim nga dita në ditë, derisa nuk na nigjon njeri, ne do të vazhdojmë punën tonë, do ta bëjmë punën tonë. Por unë gjykoj që bollmo dhe protestojmë. Dhe nuk kena marrë, nuk ka as i lloj reagimi, as nga bashkia, as nga institucionet tjera. Ne kena vendos ta ndjekim protestën, po tani do ta ndjekim rrugë ligjore, se po e shohim se nuk ashtu marr as edhe një lloj vendimi dhe as si lloj reagimi nga as bashkia, nga si lloj institucioni. Jena jashtëzakonisht të rregulltuar, ne do ta ndjekim, shpresojmë dhe besojmë se Severia do reagojë dhe do ta nxjojë zërin e popullit, se ky popull i ka ardhi gati Gusman. Shpresojmë. Gjithmonë shpresojmë. Por duke besu shumë pak, vinë hedhin nga i lapat zhavor për të tallë me popullin. Thjesht kjo është tallje. Se të tallësh me sovranin është fatkeqësi kombëtare. Siç po e shikoni për disa të herë radhazi, banorët e fshatrave Gramës, Suks, Bregulumit, por edhe më tutje Fushmamurras lidhen këtu për problematikën që ka sjell prishja e këtij aksi rrugor për 500 metrash që lidh autostradën me rrugën nacionale, e cila për shkak të përdorimit nga trailerat pas hapjes daljes nga autostrada ka shkuar në një gjendje të mjerueshme. Banorët mblidhen periodikisht çdo javë duke bllokuar këtë aks, por kemi hasur në neglizhencën dhe mospërfilljen të institucioneve përkatëse që janë përgjegjëse për mirëmbajtjen apo për rekonstruksionin e kësaj rruge. Ky nuk është vetëm një hall lokal, është një hall kombëtar. Ky është aks, kjo rrugë lidh akse kombëtare. Një ambulancë po nuk hyri nga autostrada këtu, nuk del dot tek spitali i traumës. I bëj thirrje pushtetarëve që janë në krye. Ky popull, ashtu siç ju ka votuar për t'i drejtuar atje ku jeni, ky popull ju ndeshkon sërish me vonë. Mos na detyroni t'ju vim të dyrt e institucioneve tuaja dhe mos t'ju lëm të dilni nga aty ose mos t'ju lëm të futeni fare nga aty. Protesta banorëve të Gramzës futet në një fazë të re, është protesta 4, nuk ka reagim nga institucionet, kjo është e turpshme. Ndërkohë banorët e Gramzës kanë vendosur sot me nënshkruajt një peticion drejtuar Bashkisë Krujës, ARSH-s apo çdo institucioni tjetër që ka vendimare këtu në Shqipëri për punën e rrugëve. Të kërkosh rrugë në vitin 2026 është fatkeqësi kombëtare. Kjo ndodh në Fushkruj, ndodh në Luz, ndodh në Thuman, ndodh në Gram, Suk, Vendas, Bregulumi, Derven, gjithë fshatrat e tjera që situata rrugës është në këtë lloj forme. Sa herë kemi në protestë hedhin në dorë çakull, por nuk është zgjidhje çakulli, kam thënë edhe herë tjetër. Nëse shihni pas shpinës time se çka kemi bllokuar neve tani, se nuk është se kemi qef me bllokuar rrugë, këto janë të gjithë kamiona, pra ky i pari dhe të gjithë pjesa tjetër janë kamiona, kalojnë mbi 2000 trailerë në ditë me statistikë. Dhe të kalosh në këtë rrugë që thyen kockat e njerëzve, jo më palestrat e makinës, imagjinoj se në çfarë situate janë këta banorë. Prandaj është shumë e rëndësishme kërkesa për informacion, në rast se këta nuk do reagojnë, sigurisht që këta banorë do të ndjekin të gjithë hapat institucional për ta denoncuar në prokurori, për ta denoncuar në gjykat dhe pa diskutim që do vazhdohet një betejë shumë e fortë ligjore. Atje ke ministria, unë e di që kanë frikë me firmos, se i ka hyrë spaku të gjithëve. Problemi është çfarë zgjidhje do jepet tyre banorëve për këtë rrugë. Çfarë zgjidhje do jepet banorëve të Luzit? Do vazhdojnë t'i gënjejnë që do thonë do shtrohet në fund marsit, se doli muhabet që Luzi do ushtronte me 7 shkurt. Jemi në mars tani, jemi me 7 mars, kaloi muaj. Pra, këtu ka i papërgjegjshmëri totale dhe i bëj thirrje institucioneve të vendosin dorë sepse këta banorë nuk do ta lënë protestën e tyre dhe do të vazhdohet bllokohet rruga.